Sa flasim për Xherdan Shaqirin, kur flasim për futbollist shqiptar, shumica prej tyne, mos them 100% e tyne, thonë që është Xherdan Shaqiri është një mbështet shumë i madh i futbollistëve shqiptar kudo që jepet mundësia. A është me të vërtetë kështu? Po, kjo është sa një vërtetë se çfarë mundësi më ka mu. E thashun çan mundësi nuk jem të lëshu në çdo falloj mënyrë, jem të jap maksimumin edhe kam e vazhdu me jap. Derisa të arriti qëllimit tim jetësor, që ja kam nu vetet, nuk kam mundol. E posh një foto sa ke qenë te Bazelli afër fotografisë Xherdanit. Çfarë ndjenjë është? Tash na jena mësuar gjithë mi po Xherdanin, këta lojtarë ndaj veç prej televizorit. Po me po diçka live, edhe me po unë kam qenë lënë kundër Cyriut, që e ka bën një super hat-trick, një super lojë pitina, o kon diçka që s'ma kish marrë mendja që kam arrit. Deri në këtë pikë me po Xherdan Shaqirin tu live o kon diçka që çdo kush e ndron me po atë farsane. Qysh është si njëri Xherdani jashtë fushës futbollit? Sumkaro ndoshta shumë net, me ta mo jashtë fushës është njëri shumë i qetë, njëri respektueshëm, nuk është njëri që abedin nuk ka qef me net me shumë njerëz, sa din është fytyrë publike. Shkakun populariteti. Po, amo si person është shumë njëri mirë është.